Efektet e ndërprerjes së marrëdhënieve intime në çift. Seksologët shpjegojnë pasojat. Një nga gjërat më të rëndësishme në një çift është aktiviteti seksual midis individëve, ose të paktën kështu mendohej deri më tani. Sipas disa seksologëve dhe ekspertëve, mungesa e marrëdhënieve seksuale mund t'i sjellë dobi çiftit. Megjithatë, ata theksojnë se kjo abstinencë seksuale është e mirë për një periudhë të caktuar kohore dhe nuk është një zgjidhje universale për të gjitha çiftet ekzistuese. Megjithatë, është vërejtur se në disa raste mund të ndihmojë eksplorimi i formave të tjera të intimitetit për të krijuar një lidhje shumë më të fortë midis të dyve dhe për të rikuperuar atë dëshirë seksuale që mund të ketë humbur. Përfitimet e abstinencës seksuale në çift. Ndërprerja e aktivitetit seksual në një çift mund të inkurajojë komunikim më të madh midis partnerëve. Në fakt, sipas ekspertëve, kjo mungesë seksi mund të inkurajojë diskutimin e çështjeve të tilla si nevojat, dëshirat dhe pritjet seksuale të dy partnerëve. Kjo e bën komunikimin më të mirë dhe më fluid. Lidhur me përfitimin e mëparshëm, lidhja emocionale forcohet. Kjo padyshim që do ta forcojë marrëdhënien nga ana tjetër. Përveç kësaj, seksi mund të errësojë format e tjera të intimitetit. Duke eliminuar përkohësisht seksin, mund të filloni të eksploroni forma të tjera të intimitetit, siç janë përqafimet, puthjet, masazhi ose aktivitetet të tjera që nxisin atë lidhje unike në çift. Nëse marrim parasysh edhe se kjo abstinencë vullnetare mund të gjenerojë dëshirë më të madhe, do të bëjmë përparim edhe në këtë drejtim. Nga ana tjetër, shpesh harrojmë se nuk është e rëndësishme vetëm të kujdesemi për marrëdhënien, por duhet të mbajmë mend edhe si mirëqenia jonë është e rëndësishme. Të kesh pak më shumë kohë mund të jetë e mirë për përmirësimin e humorit dhe vetë vlerësimin, duke i kushtuar më shumë vëmendje asaj që nevojitet në nivel individual. Nga ana tjetër, jo të gjitha çiftet janë njësoj. Kohëzgjatja e kësaj abstinence, mënyra se si do të zbatohet apo nëse do të bëhet apo jo, do të varet shumë nga situata e secilit çift. Ajo që është e rëndësishme është që kjo të bëhet gjithmonë me konsensus midis të dyja palëve. Për më tepër, siç u përmend, kjo nuk është një zgjidhje universale, pasi do të varet shumë nga situata e secilit individ ose individëve.